Presidenti i Kosovës, unë besoj që gjatë kësaj periudhës 5 vjeçare i ka shërby asaj që çka ka besu ajo para 5 viteve. Se çka ka ndërtu ajo para 5 viteve në momentin kur e ka ndërtu koalicionin me Albin Kurti. Më thënë, mu nga njerë më çudit pritjet e njerëzve që dikush ndryshon. Dëgjom, ne njohim presidentin Osmani. S'ka thot që frym ideologjike e njëjtë me Kurti. Në aspekt të karakterit. Karrierist e madh. Në aspekt të karakterit, ne e dim se kush është. Do më thënë që është në gjendje me shkel gjithçka për interesat e vet individuale. Nuk zgjedh mjete për me marrë qëllimin. Dhe aty me Albin Kurtin, do më thënë, e kanë arrit një farë bashkimi, pajtueshmërie të tyre interesave. Dhe ajo fatkeqësisht nuk ka arrit me përmbush misionin e vet. Nuk ka arrit me mbush misionin e vet për shkak që gjithmonë ka tentuar që një farë forme t'i vi për shtati Albin Kurtit edhe me deklaratat edhe me politikat e veta. Gjom, kjo e fundi që keme 900 banda, do më thënë, kjo është... A din që ka qenë ajo? Ka qenë me atë logjikën e shqiptarëve në hongshit. Ajo ka ndryshu deklaratën në momentin kur është marrë vesh, kur është bue madhe prej neve, prej qarqive tona. Do thënë ajo konë në hongë pazari. Nga gazetarë kena shpallë persona në grada që vishin edhe bëshin shkrime në për media ndërkombëtare që ka i fundit ai, që jena që i kena reagu këtë Kosova, Shqipnia, kur erdhë që i bone ato shkrime qysh. Edhe këtu, këtë tripodi që e quajnë kamerës, tripodi i kamerës, do më thënë, Vjosa Osmani, Albin Kurti, Donika Gërvalla, përgjes për politikën e jashtme, mundesh me imaginu që çfarë kombinimi fatal ka dalë. Do më thënë një njeri... Ma mirë me shumë kamerë. Po, ma mirë shumë me kamerë. Një njeri e cili e ka pas për qëllim prej fillimit shkatrimin e Republikës, ndërtimin e Republikës Tre, përshka që nuk mund të ndërtohet Republika Tre po shkatrimin e dytës. Jo s'mund. Këta dush me shkatru. Ku i ka sulmu gjitha institucionet, gjitha shtyllat e shtetit. A ka, mundet me më tregu dikush, a ka ndë një shtyll shtetit funksionale sot? Teti ka shkatru. Vjosa Osmani, e cila fatmirësisht, do më thënë, për Albin Kurtin i ndihmoi ka atij, do më thënë, në krijimin e këtyre narracioneve. Edhe ka ardhur deri në një pikë ku pavarësisht rrezikimit të shtetit të Kosovës, po këtu po flas në raporte ndërkombëtare, ajo ka zgjedhur që ta mbështesë.